babit të marrim. Thot asgjë. Pastaj një vit ja kemi bërë kështu që si kemi dhënë gjë. Edhe ja dhënë pak më vonë. S'më keni marrë gjë? Po ti vetë në dhe që s'doja gjë, i thëmë ne. Ishte banal, baba jenë. Po do në fakt. Thot kot që s'do. Mbas se nga I kam gjarën me këto mere s'des dua se dua. Doli. Shef? It's my life is now or never. Mora kitarë. I'm gonna live forever. My life, it's my life. Ooh. Ka ardroni jakës. Bravo Jaka. Futja dhe jaka forte. Jaka! Po i urime për mua. Po e tha. Urime qa tha, ma urime, da thash parë. Vicrët, shumë kemi. E të gjova unë. Ku se ka pas ditë linjen? Po bash i qëndë, marë, po bash i qëndë. Hajde, hajde, o bash i qëndë. O, pretorime, ma, dhe me torë me pi kafe, me ta bryllë kumë. Jo, më shme bërë se ma prunën ata verat mu. A ta loj 5.000 lekë aty për dronin? Jo, për s'ki nevoj, sa kur e droni e të thash urime. A mu, njëm, vjen me ja këty, ja ba, një Po ditë. s'ka gjo, tash. Apo tanë janë special. Tanë janë special. Okej. Thuhet urime, ta. Sysh, Gresa. bonjour, madame. A do vish Këtu? këtu? Dhe urime, pa. Ma sjell një amita? Pete për shka e marrën Jo, s'du marrë për shpirë, veti. shik se janë aty. Se marrë vetë. Du për vetë. A mundëm? Si e danë? Mix. Më falë një nërë, po s'jam dhe s'panëm. Ishin të fotoshootin, do doja ta shqipja edhe në rast se nuk kam fituar. Se besoj të kanë dalë disa gjëra Absolutisht. interesante. Unë jam I sigurt që ajo e jona njerë ka qenë... Shumë, edhe unë e kam... Shiko, edhe juve kishit lokacion të interesant. Inshallah. Lokacion që zbërtet, që duhet keni dalë ju në pa. Krye fjala të ti. Edhe interesant në sensi nel senso me thellësi. E shohim. Me thellësi. Ke përësysh të foto që bëhen në natyrë, kur e bën një foto në pyll, për shumë si një foto në... Ne donim që krye fjala të ishte çanta. Dhe prandaj mi vesh të tre me një të ngjyrë që të dilte në pa çanta. Shqipjen. Produkti, modeli edhe lokacioni. Kështu është rradha e punës. Dhe kur pash dhe banerin e prezentimit produktit kur po I vizatonim moodboardet, ishte gjithçka në bezh, më shumë Provence, Toskan, këto vajbet e... Me zvetare. Këto vajbet kështu. Dhe prandaj ju inspirova, le themi, por ju ishit shumë lartë, se kishin rikthimin
e gjithë konceptit, pra adaptimit në realitet me një urban style por countryside, që do ishte shumë interesante. Mu pëlqen shumë ajo ngjyra, Po, për background. po. Është shumë ngjyrë e bukur për background. Një mene kishim ke e verdha, një mene kishim ke stalla. Pasaj kalum ke e verdha, pasaj si përmim ngellëm këtu, dhe doti kur erdhja ideali, nuk e se ti do, po kur erdhja ideali fotografi, e tha, unë kam menduar, tha, këtu. Sepse ai ishte i updateuar me paletat e atyre gjërave. Po pra se ka parë ditën para. E ka parë që ditën përpara që e kishim prezantuar këtu, dhe është arsyeja për cilën e... O, sa kisha pa e një gjukët. U shtes për këto muzika. Sherry Lady, ha? Më ka rritë babi me muzikë të mirë. Clapton, Chapman, Ashtu si që Joe Bonamassa. Si që përpiqem unë me ata të mirë. Po ne kur nisemi për udhëtimet gjata, ai gja ka bërë një CD me... Një compilation, në varësi të gjatësisë së udhëtimit, edhe i ka këtë, dhe këtë është ajo Men's World, po versioni Pavarotti and Friends. Dhe më thënë, bën atë seleksionimin e ti edhe... që kur maj menu, që kur kam qenë klysh me la. E më përqenë shumë. Është shumë e mirë. është fantastike që qysh fëmijë të dëgjosh muzikë të mirë, të shohësh filma të mirë, të lexosh libra të mirë. Po, bravo. Krijon një bazament të fortë pastaj për shijet estetike. Po. Dhe robi ka nevojë për që të ketë. Unë për shumë jam shumë i lumtur për ata të mitë, sepse i shoh kur i marr me pa premierat, kur lojmë, unë ose Suela, dhe gjithmonë mas faqes të para që pyesen ata. Dhe do ti që i bin kokë, po në kokë. Kjo ishte kot. Këto e shumë ujra. Këtu kishte ujra, këtu... Qa bo ashtu më burë që bo ashtu? E ke bo dhe njërë tjetër ka jo shfaqja tjetër? Të merë, Në kokë, po të. Të merë. Që është, kjo, gjykimi parë që do të digjosh, po të njëjtën kohë nuk do ta digjosh sepse e di që është më shumë reale se ç'duhet. E din edhe kolegët edhe gjithmonë mas faqes më lej një 10 minutë që rekordsh. Dhe majtë e thonë, qa tha Hermesi për mu? Hermesi tha dang. Në kokë, po të. Po qysh ka la majtë? Shumë e rëndësishme. Se mund për shembull me këtë faktin e spektakleve, më është zhvilluar ky fakti i papritshmërisë, e padurimit, që me ky fakti i pushkës në aktin e tretë, në aktin e parë që shkrep, unë jam gjatë gjithë kohës në alert. Kur do plasi? Çfarë do bëj, si do zhvilloj personazhi, dhe nga një anë nuk e shijoj. Kurse nga ana tjetër, stes, a kupton? Por fakti që e ndjej veten si personazhi tjetër në skenë, se për mua tifozët, spektatorët janë personazhi dhe figura tjetër. Identifikon veten ke... Po ajo është teatri, në rast se ti në teatrin nuk del pa një mendim tëndin, pa një reflektim, në rast se je duke folur vazhdimisht dhe nuk je në heshte, do më thënë që teatri nuk e bëri punën e vetë. Them unë, mbasi ke reflektuar, atëherë mund ta diskutosh. Pa një përjetim, pa një... Po. Unë për shembull, qaj gjithmonë, edhe bëra plak, kur dalin aktorët për të marrë duar Tokitje. Unë qaj gjithmonë. Nuk e di pse, do më thënë. Më emocionon sikur t'isha në skenë me ta. Edhe imagjinoj që ajo është pagesa e tyre. Sepse ti, nga që je insider, di mundin edhe lodhjen edhe emocionet që ka aktori kur e finalizon gjën dhe merr ato të shkreta duar Trokitje, për ato jeton, si thush. Po. Prandaj duhen mbrojtur si patrimonio UNESCO. Ai është moment i fortë vërtet, edhe unë emocionohem shumë kur e finalizon gjën.
është koha kur ti vishesh. Më kupton sepse unë mendoj që një aktor në skenë është nudo. Dhe vishet me rrobat e personazhit, po fundja fundit e ka